Kjo është masakra radhës që po i bëhet natyrës shqiptare. Prej një jave në zemër të zonës mbrojtur Pish Poro Nart, makineritë e rënda po kryejnë punime pa leje midisore, pa leje ndërtimi dhe pa transparencë për publikun. Makineritë e Kastradit dhe Salidarit vazhdojnë të rrafshojnë çdo ditë pemë, duna dhe habitate natyrore me rëndësi ndërkombëtare për biodiversitetin, ndërsa institucionet tona bëjnë sikur asgjë nuk ka ndodhur. Askush nuk jep përgjigje, madje as ministri përgjegjës. Edhe pse Edi Rama ndryshoi ligjin për zonat e mbrojtura për t'i hapur rrugë ndërtimit të resorteve dhe investimeve të oligarkëve, me sa duket ata nuk ka kohë për të humbur me procedura burokratike. Ata ndërtojnë, krijojnë faktin e kryer, më pas përdorin pushtetin ekonomik për të legalizuar gjithçka. Kjo është skema, hidhet betonin në fillim, më pas rregullohet leja. E njëjta histori ndodhi me aeroportin e Vlorës, një projekt i kundërshtuar prej kohësh nga organizatat mjedisore për shkak të dëmit në habitatin e shpendëve dhe biodiversitetin lokal. Bashkimi Evropian kërkon shfuqizimin e ndryshimeve problematike në ligjin e zonave të mbrojtura dhe të jepet fund ligjit për investitorët strategjik. Pra, ndërsa në letra flitet për standarde europiane për mbrojtjen e natyrës, në terren ekskavatorët e oligarkëve përshkatrojnë një nga zonat më të rëndësishme ekologjike të Shqipërisë. Ky nuk është zhvillim, kjo është grabitje organizuar e pasurisë publike nga një pakicë super e pasur që kërkon të bëhet akoma më e pasur.